Prej disa ditësh, punimet për rikualifikimin urban të lagjes Rilindja në qytetin e Vlorës janë dalur pothuajse plotësisht, duke shkaktuar pakënaqësi dhe shqetësim te banorët e zonës. Projekti, i cili sipas planifikimit parashikoi të përmirësonte ndjeshëm infrastrukturën e bllokut të banimit, duket se ka mbetur në vend që në fazat e para të zbatimit. Sipas banorëve, punimet kanë zgjatur vetëm 3 ditë që nga nisja e tyre dhe më pas ritmet kanë rënë ndjeshëm deri në ndalim thuajse total. Aktualisht, në teren nuk vije të re asnjë aktivitet i mirëfillt ndërtimor, ndërkohë që infrastruktura e lagjes vazhdon të mbetet tejet problematike, me rrugë të amortizuara, gropa, mungesë kanalizimesh funksionale dhe vështirësi serioze për qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve. Bëhet fjalë për rikualifikimin e një bloku të rëndësishëm banimi, që kufizohet nga rrugët Riza Salati, Hasan Kushta, Mis Tomile dhe bulevardi Gjergj Kastrioti, një zonë e populluar dhe me fluks të lartë lëvizje. Banorët shprehen se gjendja aktuale jo vetëm që nuk po përmirësohet, por kompania ndërtimit që ka fituar tenderin për zbatimin e projektit akuzohet nga banorët për mungesë serioziteti dhe neglizhence. Sipas tyre, gjatë ditëve të fundit, në kantier është parë të punojë vetëm një mjet i vetëm ndërtimor, çka për banorët përforcon idenë se punimet nuk po kryen me ritmet e nevojshme. Situata ironizohet edhe me shprehjen popullore "gërmo tare gërmo", duke nënkuptuar një punë të ngadalt dhe pa rezultate konkrete. Afati zyrtar për përfundimin e punimeve është 4 muaj, por me ritmin aktual, ku një ditë punohet dhe 10 ditë jo, banorët shprehen skeptik se ky afat mund të respektohet. Ata theksojnë se zvarritja e punimeve po ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme, duke vështirësuar aksesin në banesa, duke krijuar pluhur, balë dhe pasiguri, sidomos për fëmijët dhe të moshuarit. Banorët i bëjnë thirrje Bashkisë së Vlorës që të monitorojë nga afër zbatimin e projektit dhe të kërkojë llogari nga firma ndërtuese për vonesat e pajustifikuara. Po ashtu, ata kërkojnë që kompania zbatuese të shtojë urgjentisht ritmet e punës, mjetet dhe fuqinë punëtore, në mënyrë që projekti të mos mbetet vetëm në letër. Nëse situata nuk ndryshon, banorët paralajmërojnë se do të ndërmarrin edhe hapa të tjerë për të bërë që të dëgjohet zëri i tyre, pas infrastruktura e lagjes Rilindja është jetike për cilësinë e jetesës dhe nuk mund të mbetet peng i neglizhencës dhe vonesave të pajustifikuara.